Këtë vendin që kam gjetur sot do i plotësoj ëndrrën të gjitha mamave që ndodhen afër Frankfurtit që të pinë kafe të qetë dhe fëmijët të luajnë në këndin e lojrave. Ku është edhe vendi, kjo është pjesa e jashtme, këtu lam edhe kputucët, ndërsa këtu ishte këndi i lojrave më i bukur që mund të ketë ndonjëherë në një kafene. Ishte inskenuar një qytet i vogël dhe i gjeje të gjitha çfarë mund të gjejë në një qytet. Si për shembull këtu kemi postën që të dërgojnë edhe të marrin letra fëmijët, se kanë shumë letra, ja dhe posta vinte këtu direkt te shtëpia. Zaime kishte një beb imagjinar dhe po e shëtiste nëpër qytet, ndërsa këtu ishte një dyqan që po të futesh e brenda shikoni se sa shumë produkte që kishe. Nuk dihet ç'të blije më parë. Këtu vendosëm të hanim një akullore me ketchup. Mos pyesni pse kjo zgjedhje, gjithsesi këtu ishte edhe doktori, që nëse të na bënte ndonjë reaksion akullore me ketchup të vizitoheshim aty. Këtu ishte një dyqan akullorësh dhe shitse ishte vajza ime. Atë ditë kishte marrë edhe fëmijën me vete vajza ime dhe po na bënte akullore. Ndërsa këtu ishte një zjarr fikse se mos binte ndonjë zjarr larg o zot. Madje i kishte të gjitha mjetet edhe zorra e ujit, ja ky djali duke i fikur gjithë dyqanet që kanë marrë flak. E mbani mend të që shiste akullore, e vendosi që ta lëri si profesion akulloren dhe të bëhej zjarr fikse edhe kjo. Shumë mirë, këtu po fik të vrimën këtu se kishte marrë flak. Ndërsa këtu e morëm për një emergjencë dhe po ikte me shpejtësinë e erës. Më po ngeli zjarr fikse në dorën e saj, merrni flak të gjithë. Pasi mbaruam së përi gjithë profesionet e mundshme, vendosëm që të bënim edhe një shkollë. Si gjithmonë vajza ime fëmijën imagjinar nuk e lë as kur shkon në shkollë dhe të studiojë. Pas shkollës shkuam që të bënim pak pazare se ishim të lodhura, donim të hanim diçka. Pas pazarit mami shkoi që të pinte me të vërtetë diçka se prandaj kishim ardhur të pinim ndonjë gjë dhe fëmia të luante apo jo. Këto ishin çmimet e lokalit për veç 5 euro personi hyrje. Kishte edhe një dhomë të posaçme për të ndërruar dhe për t'i dhënë gjithë fëmijëve të vegjël. Gjithsesi ne morëm edhe ndonjë gjë për të ngrënë për krenë, këto patate me chicken nuggets dhe këtë kolën për papin. Luajtëm edhe pak duke qenë se vetëm 2 orë kohë kishim të përfshirë në çmim dhe kjo është edhe fatura e atyre gjërave të vogla që morëm. Po ktheheshim për në shtëpi, na zuri gjumi me gojë hapur patjetër.